Besiana, si u përfshive me Vjosën dhe cili ishte momenti më kritik? 12 vite më parë, u bashkova një ekipi që po ndërtohej, po krijohej për të mbrojtur lumin Vjosa. Në atë kohë nuk e dija nëse vërtet kjo do të ishte puna ime e jetës, ja vetëm që doja të punoja në projekte mjedisore. Por nuk e dija që Vjosa do të bëjë një pjesë kaq e rëndësishme e jetës time. Dua ta përmend, nuk kam qenë vetëm në këtë betejë, kam qenë bashkë me kolegë këtu në vend dhe jashtë Shqipërisë, patjetër që ka pas momente të vështira, qoftë për mua personalisht, dhe shpesh herë jemi etiketuar si grup kundër zhvillimit. Por kjo nuk na ka ndaluar. Është shumë e thjeshtë mbrosh një lum para se aty të ketë filluar punimet apo të jenë nënshkruar kontrata të mirëfillta, sesa kur tashmë këto janë fakte. Këto kanë qenë momente goxha të vështira, por nga ana tjetër kanë qenë dhe një motivam i fortë, sepse çështja ka qenë urgjente. Çfarë roli pati komuniteti në këtë betejë? Sigurisht, puna e aktivistëve mjedisor, puna ime, puna e ekipit do të ishte shumë e paplot pa komunitetet. Por edhe një fjali e thjeshtë që mund të thot një banor, për shembull mua më ka ndodhur që më kanë thënë: "Ua, ti je nga Kuksi, ti po vjen të na shpëtosh Vjosën tonë dhe ne mos ngrihemi." Janë fjalë kaq vogla që ty të bëjnë ndjehesh krenare, që po bën një gjë për vendin tënd, por historia e ka treguar dhe fushata e Vjosës është një model shumë i mirë se si kur njerëzit bashkohen dhe patjetër futet brenda edhe ndjeshmëria, lidhja me njerëzit, me komunitetin dhe me natyrën, tregon që mund t'ja dalësh. Cili ka qenë momenti që të ka bërë më krenare? 2 momente kyçe në jetën time profesionale, shpallja e Vjosës Park Kombëtar, një moment i madh për gjithë ekipin e angazhuar dhe patjetër dhe për mua, shpërblimi një pune mbi 10 vjeçare dhe një moment tjetër shumë i rëndësishëm fill 2 vite pas që shpall Vjosa Park Kombëtar është çmimi Goldman Environmental Prize ose Nobel për mjedisin, të cilin unë e mora bashkë me kolegun tim Olsi Nika. Pse krijove Qendrën Lumi dhe cili është misioni i saj? Pas një eksperiencë shumë të gjatë me Eko Albania, një organizatë që kam kontribuar shumë që nga fillimi i saj dhe deri në 2025, kur unë vendosa të krijoj Qendrën Lumi, aty e pash vërtet që unë po bëhesha një model edhe për gratë dhe vajzat e tjera, isha bërë model pa e kuptuar. Qendra Lumi, siç ka dhe emrin, do të ketë fokus kryesor mbrojtjen e lumenjve, po patjetër dhe mjedisin në përgjithësi, por një fokus të veçantë do ta ketë tek puna me gratë, me komunitetet dhe me të rinj. A e sheh veten në një profesion tjetër? Nëse nuk do isha bërë një aktiviste mjedisore, jam i sigurt që kudo që t'isha prezente, do isha një aktiviste. Apo ecën Shqipëria sipas standardeve të Bashkimit Evropian për mjedisin? Shqipëria është një vend i vogël, i rrethuar me pasuri natyrore të shumta, fatkeqësisht të kërcënuara në paktën 10-15 vitet e fundit. Unë mendoj që standardet e BE-s janë një rregullator që i duhet patjetër vendit tonë. Në këtë fazën tranzitore janë bërë shumë sakrifica në kurrizë të mjedisit. Si mund të përfshihen më shumë të rinjt? Jetojmë tani në një kohë që të rinjt janë pak më pasiv, shpesh herë të prirur drejt reagimit virtual, i cili humbet në një mori informacionesh, në një mori postimesh. Unë do t'ju thoja që ngrihuni, bëni diçka konkrete, ngrini zërin për diçka konkrete, mblidhuni me bashkëmoshatarët tuaj dhe mos mendoni që është e pamundur. Mos mendoni që një ide, sado e madhe të duket, është e pamundur. Nëse ti ndërron të bëhesh ose të arrish diçka të madhe, duhet patjetër që ta ndjekësh atë. Në momentin që e ke gjetur atë që do të bësh, mendoj që ke fituar gjysmën e rrugës. Si e përjetove reagimin e Leonardo DiCaprios? Momenti kur Leonardo DiCaprio postoi ka qenë një moment krenarie, sepse ne vërtet kemi punuar më shumë se 2 vjet për të pasur postimin e parë nga Leonardo DiCaprio. Pra ka qenë një strategji që ne kemi ndjekur për ta bërë Vjosën ndërkombëtarisht të njohur dhe për të rritur presionin ndaj qeverisë tonë, sepse vërtet Vjosa ishte dhe është pra një pasuri europiane.